njerëzit si qenje kemi nevojë të dimë më tepër për shëndetin mendor. Pikërisht sepse mendjen e kemi çdo herë me vete apo jo, dhe është ajo që na duhet më së shumti, sepse trupi mbi të gjitha operon, vepron, funksionon përmes mendjes edhe shpirtit ton. Ne shumë herë kur dalim nga shtëpitë tona mendojmë për pamjen tonë jashtë. Kujdesemi atë shumë se si do të dukemi, mendojmë që nga brëmja, sidomos ne femrat, se çfarë do veshim nesër, si do dukemi, por shumë herë harrojmë atë kryesorin, se si ndihemi brenda. Çfarë ka nevojë brendësia jonë. Qoftë edhe raportet tona, jo vetëm familjare, por edhe kolegiale, ndikojnë nga ajo brendësia jonë se çfarë ne kemi kaluar, qoftë edhe nga fëmijëria jonë e hershme. Biles më kujtohet nga drejtori psikiatrisë që tregonte që depresioni është i lidhur që nga gjithë dhënia e nënës tonë, nëse na kanë injoruar nga 0 muaj deri në 6 muaj, ne mund të kemi predispozita të kemi depresion në të ardhmen. Pra shumë herët fillon të ndërtohet ajo, të themi, shëndeti mendor edhe paqja jonë e brendshme. Shumë herë kemi menduar që në institucione apo në kolektiv zakonisht ndëgjojmë që nuk po shkon diçka mirë, ose kolektivi, ose më tha kështu, ose i thash kështu. Dhe ndonjëherë ka edhe për atyre që kanë menduar që pse nuk po e bëjmë një, apo pse nuk ka ndonjë trajnim të themi kolektiv apo institucional për qetësinë e mendjes tonë dhe për kujdesin tonë të brendshëm. Dhe fatmirësisht që tashmë çdo gjë edhe po ndryshon. Dhe çdo ditë më shumë po ka edhe organizata të rinj kreativ, të cilët edhe mendojnë dhe veprojnë në këtë drejtim për trajnime të tilla që janë të mirëseardhura për gjithë secilin. Besoj që edhe institucionet që na dëgjojnë apo punëtorët e tyre, edhe pse jo do të propozojnë për Seedlings of Gaia, e që me neve pikërisht janë edhe themeluesit të kësaj organizate që nënkupton gjej balancën brenda teje nëpërmjet mindfulness. Me neve është pikërisht Stacy Makashi nga Tirana. Stacy, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Faleminderit për mirëpritjen e ngrohtë. Faleminderit edhe ty, për ndryshe je mësuese e meditimit dhe mindfulness. Dhe çfarë është e rëndësishmja, life coach, me pas një mësues të jetës, e që vjen nga Spanja, gjuhën shqipe nuk e dim, por do të na ndihmoj Stacy, është Jorge Llanos. I said it right? Yeah. So welcome to Rutger Radio. Thank you for having us. And thank you. And you look very beautiful. Oh. Are you single? No, unfortunately, no. I'm sorry. So I'm we his need... partner. Really? Partner, Oh no. E pyeta se a është single, për me dhënë dhe komplimente, se na duhen komplimentet, tha jo, nuk jam, dhe e shikova Stacyn, tha unë jam partnerja e ti, kështu që qofshit e lumtur bashkë me shumë dashuri. Love is very important in life. Is that right? Yes, absolutely. Like life coach. Yes. Ku zë dashuria pjesë në jetën tonë? Mendoj se është një nga gjërat më themeltare në jetën tonë, fundamentale, pasi që për të patur një jetë, një vjeshmëri shumë të mirë, është e rëndësishme të dish kë ke për krah. Nëse mundeni të dy që problematika që jeta na sjell t'i kaloni së bashku, nëse mundemi ta mirë kuptojmë dhe ta ndihmojmë njëri tjetrin, dhe jo të bëhemi më shumë problematik dhe të sjellim stres apo depresion në familjen tonë. Kështu që mendoj se dashuria është diçka jashtëzakonisht shumë e fuqishme, e cila nuk mund të përkufizohet vetëm dashuri romantike, pasi që është dashuri për familjen, për miqt, pasionin, për diçka që ti dëshiron, pra është më e madhe se sa vetëm dashuria romantike, por mendoj që në kuptimin e partnerit është një nga gjërat që ose na ndihmon të ndërtojmë një jetë më të mirë, ose mund të na sjellë pengesa. Shumë e vërtet, dhe pikërisht vetë se po interesohem, vetë se edhe po pyesin se për çfarë bëhet fjalë, fillimisht organizata juaj prej nga lindi kjo ide dhe me çfarë mirret konkretisht? Just asking like how did we fund this and what is it that we actually do? Si fillim ne jemi njohur të dy në Madrid. Kemi qenë atje dhe praktikën tonë kemi zhvilluar atje deri vjet. Unë kam qenë gjithmonë e fokusuar tek meditimi, pasi ka qenë gjëja e cila kanë bërë më shumë me dashuri në jetën time, gjëja që më kanë ndihmuar në jetën time më shumë. Jorge gjithashtu është i trajnuar si life coach dhe si instruktor i terapisë me tinguj. Sound healing. Wow. Dhe të dy jemi njohur duke qenë se kemi pasur përveç dashurinë në mes, kemi pasur edhe këto gjëra që na kanë bashkuar të dyve, kemi menduar që pse mos të fuqizojmë njëri tjetrin dhe të ndërtojmë diçka që është vërtet e mirë.
është vërtet që mund të sjellë ndryshim. Pra është jo vetëm një punë që ne e bëjmë për të pasur përfitimet tona, por është një punë që jep gjithashtu më shumë se sa merr. Shumë e vërtet dhe diçka aq më shumë që në Shqipëri dhe në Kosovë njëkohësisht flitet pak, fatkeqësisht ende është si tabu temë dhe të themi në një farë forme edhe turshme të flasim për paqen tonë të brendshme, për shëndetin mendor në përgjithësi. Kështu që faleminderit shumë që e keni filluar dhe jeni të dy të certifikuar në drejtimet tuaja dhe ku jeni duke vepruar fillimisht? Keni zgjedhur Tiranën, Kosovën apo edhe në Madrid? Përgjithsisht kemi bërë punë në Madrid, kurse tani duam të fokusohemi tërësisht në Shqipëri dhe në Kosovë, pasi që është e vërtetë ajo çka thej që mendoj se akoma kemi një qasje jo shumë të kuptueshme kundrejt këtyre filozofive, mendojmë se janë diçka që ose duhet të arrijmë një stad shumë të vështirë që të mund të kërkojmë ndihmë apo që të merremi me mindfulness me vetdijen, ose ndryshe kemi një qasje që na bën të ndihemi pak sikur të turpshëm ose jo i zgjidhim vetë gjërat tona, ndërkohë që nuk është diçka që duhet të arrish në një problem. Është një gjë që mund të ecësh bashkërisht në të njohësh veten, pastaj të njohësh të tjerët, krijon mirëkuptim, krijon empati, krijon një bashkëjetesë më në harmoni me të gjithë. Dhe çfarë ishte interesante nga njohës të fushës që mësoja dhe që në internet edhe po shohim nga më të ndryshmit, por duhet kemi kujdes dhe ku qasemi edhe në rrjetet sociale, sepse ka dhe nga të tilla që munden edhe me na keq informu dhe keq orientu, por në ato që ishte interesant fakti që ne zakonisht ikim nga trauma, nga frika, munduemi ta harrojmë, të bëjmë gjëra tjera për ta harruar, përderisa për ta tejkaluar, ne duhet të kalojmë mbi traumën. Është kjo e vërtetë që çdo dhimbje duhet përjetohet e jo të anashkalohet apo të kamuflohet në një farë forme? Mendoj se kjo është një nga gjërat kryesore, pasi që akumulimi i dhimbjes sjell disfunksionim. Pra, diçka që neve në të shkuar na ka ndihmuar që të përballemi me frikën, me konfliktin, me turpin, me dhimbjen, në atë moment vërtet ka qenë ndihmë për ne. Ajo mënyra e mbijetesës. Mirë po, ajo nuk është mënyra e cilën ne duhet ta zhvillojmë jetën gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë pjesës së vijshmërisë sonë. Kështu që janë disa pjesë të subkonsciencës që na ndihmojnë për momentin të përballemi me vështirësitë, mirë po, nuk janë mënyra se si duhet të qasemi kundrejt jetës, është një mënyrë më e hapur. Jorge mendoj se është shembulli ideal i kësaj. Mund na t'ja përkthesh faktikisht edhe këtë që e thash unë dhe çfarë e thot do të thotë mësuesi i jetës si na mëson në këtë drejtim. She basically mentioned that we go through grief and we go through pain, and sometimes those are foundations that actually help us to know ourselves better, and sometimes we need to go through pain instead of just pushing it to the side. And of course, therapy is one of the main things here, together with the life coaching and together with the mindfulness tools. And I was telling her a little bit that you are also an example when it comes to that, and knowing how much therapy helped you in the first place and how then it pushed you to become a life coach. So she's actually wanting to know a little bit more about that and about what you think about pain and suffering and how to deal with it in a constructive way. Yeah, yes, of course. English? Yes, no, of course. Okay. Stacey will help us with translation. With translation. Okay. When it comes to pain, I totally agree with that. Like, in the end, it's about stepping out of the comfort zone. And sometimes we are just so stuck in our daily lives and our routines and all that we don't really want to step out of the comfort zone. And sometimes life happens and we experience loss, as we were talking about earlier. And suddenly you just have to stop and just think about everything that's in your own life and what things could have been done differently. You start to think about regret, like things that you would have wanted to do but you didn't when you had the chance. So it's also going back to the confrontation with yourself? No, I guess the point that I'm trying to make is the you only value something once you lose it, sort of thing. And so basically that's also a stepping stone, or at least it was for me, of course, in which I was like, why do I have to think back of the things that I could have done differently or whatever? Why can't I do things differently now? Or what can I do differently? And so in the end, that was mainly what drove me into therapy. Because, so we can translate now? Yes, of course. Thot që në jetën e tij personale e ka parë shumë këtë qasjen që kur ka humbur dikë, më pas ka pasur mendime që por duhet kisha bërë diçka më shumë
kur ta kisha pranë atë person. Dhe pse kemi këtë mendimin që kur ti humbim zakonisht gjërat ne ju dim vlerën. Atëherë ja u dim vlerën vërtet. Dhe fillon dhe kur dikush konfrontohet me dhimbjen, konfrontohet me humbjen e një personi të dashur, apo qoftë edhe depresionin që vjen më pas, atëherë ne mbyllim brenda mendjes sonë dhe fillojmë mendojmë gjithë gjërat në jetën tonë, krijojmë një situatë reflektim të jetës sonë. Dhe ndonjëherë ndjejmë keqardhje ose mbyllimi akoma më shumë dhe themi pse nuk i bëra gjërat më mirë atëherë, ndërkohë që pyetja që duhet t'i bëjmë vetes është pse mund mos t'i bëj gjërat më mirë tani e tutje. Dhe kjo ka qenë diçka që e ka shtyrë dhe Jorgen që të bëj terapi në fillim, për të konfrontuar me këto gjëra, për të hapur kundrejt kësaj. Pasi suporti që kishte në jetën e vet nuk është se ishte ideali. Dhe terapia e ka ndihmuar vërtet që të konfrontohet me dhimbjen dhe të gjejë. Sa vite ju ka dashur? Sa kohë i ka dashur? How many years have you been doing therapy and how many years? Dhe pse kjo është individuale? I was doing therapy for 5 years in total. I would have continued, but then I had to focus on other things. But I would say that was like my main focus, like just healing. Ka bërë terapi për 5 vjet dhe më pas ka vazhduar me projekte tjera, ka filluar edhe të bëhet life coach, por kjo ishte gjëja kryesore që pse e ka ndihmuar me shërimin. Dhe për këtë edhe desha ta pyes sepse ndonjëherë i dëshirojmë gjërat shpejt dhe ato nuk vijnë shpejt, sidomos kur bëhet fjalë për të brendshmën tonë, për gjendjen tonë emocionale, për shëndetin tonë mendor që na duhet kohë dhe duhet t'ju japim kohë vetes sonë, jo të jemi shumë të ashpër me veten edhe me dhimbjen, por të kemi pak durim përderisa edhe honori është dashur 5 vite për me arritë edhe me kuptu, përderisa në gjithë jetën duhet të punojmë me veten tonë, por të paktën të kemi durim dhe mos të mendojmë që gjërat kalojnë shpejt, sepse zakonisht kur jemi në periudha të vështira, ne dhe i duam gjërat shpejt, mund t'ja përkthesh edhe. It is also important to know that we cannot find a solution right away. Sometimes we want things to go away real fast. Pain and whatever, and we push ourselves and we either want a quick fix or we don't want it at all. So it's also important knowing that it took you 5 years to actually go through all of that. Yeah, and not just talking about loss in itself, but also for all problems in life, of course, and trauma we had in childhood. Exactly, we don't even really know just how much layers we have of trauma or hurt or pain that actually does manifest in very significant ways. I don't know, road rage, for example, while you're driving, suddenly this sort of rage comes out because that is a safe environment for you, or at least that's the perception that we have in our minds, that is a place in which we can express that, but no one is really gonna hear what we are saying. It's true. So that is repressed rage, and that is one of the things that you can just one of the layers that you can uncover with therapy. Pra dhe thotë terapia nuk është vetëm në rastin kur ne humbim dikën të dashur apo kur ballafaqohemi me depresionin apo problematika shumë të ashpra. Manifestohet duke qenë se në subkonsciencën tonë kemi këto mekanizmat e mbijetesës që shfaqen në momentet më të thjeshta të jetës sonë të përditshmërisë sonë, siç është kur jemi duke ngarë me makinë dhe gjendemi në trafik. Dhe në momentin që ne nuk mund të ballafaqohemi me inatin, me zemrimin në një mënyrë produktive, në një mënyrë të thjeshtë, ai akumulohet. Duke u akumuluar her pas here, fillon dhe pastaj kemi këto shpërthimet e vogla, të cilat mund të krijojnë problematika edhe me njerëzit e dashur, dhe me kolegët, me gjithësinë, dhe me shoqërinë. Do dha një shembull që kur jemi duke ngarë me makinë për shembull, dhe dikush na parakalon, apo ndodh diçka që nuk na bën të ndihemi mirë. Vërtasim, shajm, është një lloj shpërthimi, është një lloj liberimi. Ose kthehemi ajë normal. E derisa kjo na ndodh kur jemi vërtet të zemruar dhe gjëra që i kemi të akumuluara brenda, sepse kur jemi me humor të mirë, me disponim, kur tot na parakaloj, ne as nuk ju vëmë fare. Muzikë dhe me kalo mund të kalosh. Pra, kjo është një nga ato pjesë që shfaqen. Mirë, po askush nuk të dëgjon në makinë, sidomos kur je vetëm, ke atë comfort zone, zonën tënde të komfortit. Dhe këto gjëra zakonisht ndodhin, ne mundohemi që të shprehim atë zemrimin, mirë po zemrimi nuk është vërtet prej këtij incidenti të vogël, është akumulim i shumë gjërave në cilën ne nuk kemi mundur ta shprehim natin ton në një mënyrë që duhet jetë çlirim dhe jo të arrit në kulmin që ti shpërthen, bëhesh arrogant ndoshta, pak agresiv, mund edhe të lëndosh njerëzit pa dashur. E vërtet. Did you cry at that time that you have a therapy time? And it helped healing you when you cried? Yes, of course. Many times. Even times in which I didn't really realize that I was doing it.
Like suddenly you just feel the tears and you don't even know why just yet. And that's when with a therapist you start working through it and suddenly it's like, oh, that was why, you know. And again, like what I said before, like you don't really realize what you have inside until you start working on it. Nuk e kuptoj ndërtet, domethënë çfarë dhimbje është, sepse është E një pyeta që shtresa. a qante derisa ai ishte në kohën e terapisë për ato 5 vite, a ka qarë ndonjëherë dhe a ka ndihmu kjo të lehtësohej dhe hënë puna tregonte që ndonjëherë as nuk e din vetvetiu edhe nga vinë lotët për derisa kjo tregon ajo se çfarë edhe kemi akumuluar gjatë brendis ton, por kjo ndodh kur vetë se fillojmë me punu me veten tonë. Po i kthehemi pak trajnimeve që do t'i mbani edhe në institucione kolektive. Si keni menduar, si do të aplikohen këto dhe pse janë nevojshme? Duke qenë se trajnimet për institucione, e ne dim që jeta ka një ritëm shumë të shpejtë. Në punë nuk është se kemi një kohë shumë të dedikuar, por një qasje e shkurtër, një trajnim i shkurtër, intensiv, mendoj që bën punë dhe krijon një ambient më të mirë kolektiv, duke qenë se neve pikërisht në trajnimin ton synim kemi më shumë metodat. Janë 3-4 metoda, të cilat deri pak më parë edhe në Bashkimin Evropian në byron e tyre live është prezantuar diçka që njihet si psychological sigh. Një lloj frymarrje, i cili merr vetëm 30 sekonda dhe në 30 sekonda të bën që të çlirohet ankthi dhe stresi, pasi që lidhet direkt me sistemin ton nervor. Është janë këto frymarrja, do të thonë 4 sekonda të marrim frym, të ndalemi 2 sekonda, ta lirojmë 6 deri në 7 sekonda, sepse e kemi folur disa gjatë emisioneve, është pikërisht kjo. Pikërisht kjo dhe psychological sigh është akoma dhe më e thjeshtë, pasi që konsiston në marrjen frym 3 herë thellë, domethënë derisa muskujt të mbushen dhe pastaj një çlirim shoqëruar edhe me zë, i cili dikon direkt, sidomos në nervat kranial, në nervat e trurit. Mund ta provojmë ta bëjmë tani? E provojmë të bëjmë tani. So we should try the psychological sigh. Okay. Can we do it? Because it's right now? just 30 seconds. Yeah, sure. Okay, so Atëherë, shumë e ta thjeshtë. bëjmë edhe e mësojmë gjithë si praktikojmë Marrim kjo. frym. Do thotë është e rëndësishme ku jemi të ulur? Nuk ka rëndësi fare. Nuk ka rëndësi, kudo që edhe në punë dhe çdo. Dhe kjo bën që frymarrja të shkojë aq e thellë, saqë edhe nëse je ulur, edhe nëse je shtrirë, edhe nëse je në këmbë funksionon. Okej, të fillojmë. Atëherë, fillojmë marrim frym thellë. Marr pak më shumë frym. Edhe pak më shumë. E tani çlirojmë Me zë. Me zë. Dhe bëjmë 3 herë? Dhe një herë? Bëjmë 3 herë, edhe një herë. Marrim frym thellë. Edhe pak më shumë. Edhe pak më shumë. Nuk shkoj mu, edhe një herë më vyr, të shoh se si do ndihem. Edhe një herë tjetër. Marrim një herë frym. Pak më shumë. Pak më shumë. Çlirohet. Oh, I need it. Dhe shihet që na vyn kjo dhe një djersitje do thotë kemi nevojë për këtë dhe mundemi me bëj çdo kohë. Sepse zakonisht sidomos nëse punojmë ulur, që shumica për nesh fatkeqësisht punojmë ulur, muskujt tona dhe kafazi i krahërorit mbyllen dhe ne nuk marrim frym thellë ashtu siç duhet, pra do të thotë diafragma nuk punon siç e ka natyrale, në mënyrën vetë natyrale. Kjo frymarrje e cekët ndikon drejt për drejt në nervat, sidomos në nervat kranial. Nervi vagus për shembull. Dhe ai pastaj krijon probleme me metabolizëm, humbim fokusin, keni përgjumje. Mjafton thjesht të hapim muskujt një 30 sekondësh për të çliruar stresin. Dhe nëse ti e bën këtë gjë një herë në ditë, e fillon ta bësh 2 herë në ditë, e fillon ta bësh 3 herë në ditë, vetvetiu do fillosh të ndjesh këtë çlirim. Vetvetiu do të kërkoj trupi jot që ti edhe posturën ta rregullosh, që të hapet krahërori, të marrësh frym thellë, çliron nervin, çliron tensionin, pra janë disa metoda. Dhe aq më shumë që na vjen kur jemi në kolektiv dhe kur dëshirojmë të kemi edhe një qasje më të mirë, në prezantim më të mirë, të mendojmë më mirë sepse ndonjëherë reagojmë shpejt nga ajo që kemi brenda dhe bien poshtë me reagimin tonë dhe kur shkojmë shpejt, kjo koka ime si nuk mendova ndryshe, mund t'ja përkthej shonën, por derisa kur bëjmë këtë relaksim, do të veprojmë më mirë. It is very important also when we are in an office, in a collective environment, that sometimes we want to release stuff, sometimes we want to tell stuff, and we only regret it once we go home and we're like, oh, why didn't I do it? Or, well, why did they say it? Yeah, or just with one psychological side, like just a few methods, you can release and have a better everyday life. Pra janë disa metoda shumë të thjeshta. Ne nuk është se merremi vetëm nuk është se jemi certifikuar për terapi.
Por ka disa lloj forma terapish, ka disa Cilat lloj janë forma, ato, dhe njëra për prej tyre është mindfulness. Njëra prej What is tyre është mindfulness? Mindfulness vjen nga fjala të dish veten, të jesh gjithkohës në një vetëdije, pra i vëmendshëm, Të të jesh jesh konscient, të jesh këtu. Dhe sepse shumë herë nuk jemi këtu. Nuk kemi këtu. Në të vërtetë, domethënë mendja jon mendon, kemi problemet e punës, kemi problemet e familjes, kemi projekte, ide, hobi, pra shumë gjëra që na shkojnë në mend. Dhe në shumicën e rasteve kemi këtë rutinën. Rutina është një gjë shumë e mirë, por ama shumë herë i bëjmë gjërat instinktivisht. E vërtet. Nuk jemi të vetëdijshëm dhe duke mos qenë të vetëdijshëm mund të krijojmë probleme. Mund të harrojmë çfarë është vërtet ajo që na mbush në jetë. Dhe pikërisht këtu do doja të ndalesha, po e vrej nga vetja sepse shumë herë e marr shembull veten, edhe ne moderatorët jemi njerëz dhe kemi jetë, natyrisht kemi shembull që dikur do donte dhe ta bënte këtë pyetje. Ndonjëherë e kemi mësuar jetën aq rutinë që jemi shndruar në robot. Unë për shembull si nën ushqyese 20 vite, jam mësuar që çdo mëngjes të jap vetes aq shumë stres, të kujdesem gjithatë janë në rregull, çdo që të rret në rregull, të gutem, të mbri në frymë, të mbri në punë pa frymë, përderisa kohëve të fundit ankthjet e sulmet e panikut më kanë mësuar shumë gjëra që të them ngadalë. Sot nuk dua të bëj punët, sot dua të rishtrit derisa edhe të bëhem gati për punë. Dhe po e shijoj, por në brendi ende është ajo frika ime, po si i lash punët pa bërë. Dhe e shoh që shpirti, trupi na kërkon ndonjëherë edhe qetësi, ndonjëherë edhe një qasje tjetër në mëngjes, një qasje më të qetë. Si duket, ankthe nuk duhet vetëm luftu, por duhet edhe ta dashur sepse na mëson edhe të edukohemi me veten tonë. Mundet ndoshta edhe Honor dëshiron ta We're dëgjoj. talking a little bit about the burnout. Like that routine is really good because it helps us stay disciplined. But sometimes routine can become automatic and we turn into robots that we put a lot of stress. And she was giving an example about her life that in the morning she puts a lot of stress on herself. She has to do so many things and chores that she forgets about herself. And then there are other moments in which she's like, I just want to lay down. I just want to relax and give myself time. But in the back of her mind, there is still this guilt, you know. Oh, because how I'm did single mother for 20 years, and always I was like a robot. And now my panic attack and anxiety learned me that you must listen to yourself inside. So Laura, calm down, slow down. And I think it's important what you mentioned there, that that guilt, when you finally manage to lay down and suddenly you're feeling that guilt, you're not really resting, you're not really allowing yourself to rest, because you think that you still should be in kind of that productive mode, which I think it's also why the mindfulness, I mean, is something that can help so much to just relax from that constant state of needing to be productive. Dhe pikrisht do ndalesha këtu sepse po e thot që pikrisht kjo sado që ke pushu edhe je mundu me qetësu në anën tjetër je ndi fajtore që mos i lash punët keq, kjo në fakti nuk e pushu dhe kjo nuk të ndihmon, por duhet ta ushtroni këtë mindfulness që ti edhe me qenë pastaj edhe me ndi gjithat produktivitet që mundet me ta dhënë. Si mundemi me qenë, how can we be totally mindfulness? First of all, try not to think of it as a total thing. Like, it's a practice. Just like, I like to put the example of going to the gym, for example. The more that you do the repetitions or run in the treadmill, the better you get at it. So you, first of all, should not have that sort of expectation of just doing it and being good at it instantly from day one. It's a practice. Okay. Është një praktikë që merr kohë. Siç ne ushtrohemi në palestër, apo siç neve në mëngjes ngrihemi dhe lajm dhëmbët automatikisht, pra janë gjëra që neve na vyjnë në jetën tonë. Ashtu dhe kjo praktikë merr kohë, derisa të shndrohet pastaj në një habit, në një shprehje jona. Dhe një nga gjërat kryesore është kuptojmë që në momentin që ne përfaqësojmë pjesën më të madhe të shoqërisë që ndihen të lodhur njerëzit. Ndihen që nuk mundem, jam shumë e lodhur, dua vetëm të rishtrir. Kjo është një sindrom burnout. Kjo është një moment që ne jemi djegur në një farë mënyrë nga gjitha këto përgjegjësi që i vëm vetes, dhe të ne vetë duke mos i lejuar vetes kohë që të qetësohemi, të relaksohemi totalisht, trupi pastaj na shkakton panic attack, apo na jep ankth, apo na jep zemrim. Pra trupi vetë të dikton që kërkon qetësi, kërkon një moment pauzë dhe balans. Dhe është rrjedha natyrore. Një nga terapitë që ne bëjmë është terapia me tinguj.
pra sound bath. Wow. E cila është një qasje që vërtet për mendimin tim dhe në eksperiencën time funksionon më shumë ndoshta ndonjëherë se sa fjalët, sepse është përcimi i vibrimeve të tingujve. Është diçka e cila kuptohet në çfarëdo lloj gjuhe. Është një terapi që konsiston në përdorim instrumenta, Jorge është certifikuar pikërisht për këtë terapi. Përdorim instrumenta siç janë gongu, siç janë tasa tibetiane, kemi rain drums, kemi daulle shamanike, pra janë disa instrumenta të cilët krijojnë një frekuencë të caktuar vibrimi që neve valët e trurit na i shndërron. Truri jon ka val alfa, që jemi shumë aktiv gjatë ditës, ka val beta, ka val gamma. Në momentin që ne flem gjumë në darkë, jemi totalisht relaksuar. Valët e trurit shndrohen. Këto instrumenta dhe terapia me tinguj bën që pa pasur nevojë që ti të shkosh të flesh gjumë, në një ambient të qetë, duke qenë i larë nga këto vibrime, valët e trurit automatikisht shndrohen. Pra kjo frekuencë ndihmon që valët e trurit automatikisht të shkojnë në një gjendje qetësie të thellë. Dhe ne kemi pasur njerëz që na kanë ardhur kur kemi bërë sound baths, pra sesionet e klasa, të cilët 10 minutat e para kanë rënë në gjumë. Wow. Në terapi. I'm talking about the sound bath and like how many people fall asleep because it helps to shift the brain waves into a state of full relaxation. Dhe në atë moment që ti jep vetes pak kohë, 1 orë në ditë, 1 orë jo çdo ditë, edhe sikur një herë në javë ose një herë në muaj. Një moment që ti vërtet të lësh gjithçka të shkojë dhe të relaksohesh aq thellë sa që të biesh në gjumë, në kuptimin Mund ta injizosh në telefonin tënd dhe ta fuzësh me një kufje në vesh dhe kur je në një takim me drejtorin apo me shefin që s'pëlqen një bisedë dhe ti të fokusohesh tek tinguji. Maybe she's like, we can record it and put it on an earphone, and when you're talking to your boss and you're falling asleep, then you can just So ai mundet me të kritikua and you say, oh, I'm so I'm mindful. E keni menduar dhe keni filluar do thotë tashmë të jepni faktikisht propozoni edhe të mbani trajnime edhe në institucione. Si e keni menduar këtë? Për trajnimet për institucionet dhe training for the business that we were trying to do. Kemi dashur që të krijojmë një trajnim, pasi që për mindfulness dhe vetdijen mund të flasësh me orë të tëra dhe të bësh trajnime me ditë të tëra. Arsyeja kryesore që kemi dashur ta bëjmë të trajnime është të sjellim pikërisht metoda që ndihmojnë stafin, janë siç ishte kjo psychological side që ne bëm këtu, po janë shumë metoda të tilla. Njëra prej tyre është meditimi, njëra prej tyre është body scan. Janë metoda që bëhen në 2 minuta, jo më shumë. Metoda të cilat çdo kush, çdo antar i stafit mund t'i bëj dhe metoda të cilat ndryshojnë mentalitetin drejt një qasje që të zgjidhin problematika dhe jo të fajsojnë njëri tjetrin. Që e kemi si shprehisi në Shqipëri si në Kosovë, qoftë nëse shohim edhe parlamentet tona dhe qeverinë se si sillen e që nuk do duhet të silleshin sepse ata janë model i shoqërisë. Dhe unë do i ftoja gjithë drejtorët e institucioneve, sidomos që kanë probleme me punëtorët, që punëtorët zakonisht zihen apo që nuk pajtohen, por edhe të gjithë opozit edhe pozit kudo që janë, edhe në qeveri të mbajnë trajnime të tilla. Mund t'ja përfshët e. She's saying that it is a really good thing that should be done in all institutions and also in politics because we see a lot of that, and she's saying that all directors of the institutions should be a little bit more open towards these kinds of approaches and these kinds of trainings that help the employees. Sjelljet në qeveritë si në Shqipëri, si në parlamentet të ndryshme, në çfarë mënyre sillen kur dëshirojnë me shfaq mendimin e kundërt? Because sometimes people, when they have opposing ideas, the behavior that is fueled with rage is not the most exactly. It's not the sidomos në parlament, për shembull, and in parliament as well. And it's here in Albania and Kosovo, it is visible. Like everyone can tune into a station and actually see that for themselves, and it's not the best behavior that should be an example for everyone else. Yeah, of course. Like in the end, I feel like it should be a dialogue, like people trying to understand different perspectives, and even if they don't agree with everything, they are trying to run things together, if you will. Like even if it's a company, even if it's the parliament or whatever. But if we are constantly with these sort of opposing sides, we're never going to reach an understanding. And therefore we're never going to progress. And once again, this can help just see the other person as a human being. Like it's not your enemy. It's not something that you have to fight. It's but he have a different idea and a different thing, so you must accept that. Not to accept, but to say, I mean,
another way and you mean that way. Yeah, in the end, it's a compromise. Like, I don't know, talking about politics for a second. You're trying to run a country. It doesn't matter if you don't agree in everything, but there are certain things that you have to agree in to run the country for the benefit of everyone, not just my vision against yours. It's like you're running a country, or you're running a company, no matter. Like, we're all That human. must be translate for our për qeverinë tonë që ndonjëherë nëse ne e kemi mendimin e ndryshëm nuk do të thotë që të ka marrë me këty përballë, por duhet të mendojmë shumë herë edhe gjëra që nuk na përshtaten dhe nuk na pëlqejnë, nuk të themi po në të mirë të qytetarëve tanë dhe sidomos tashmë që fushata ka filluar dje në Kosovë, ju lutem ta keni parasysh të gjithë ju që jeni pjesë e politikës që ka vendime të cilat duhet të pajtoheni në të mirë të qytetarëve të Republikës së Kosovës, sepse tri parë zgjedhjen në kohë kaq të shkurtë kanë dëmtuar dukshëm edhe buxhetin e Kosovës, por jo vetëm kaq, kanë dëmtuar shumë edhe reputacionin tonë ndërkombëtar, kështu që ka gjëra shumë që duhet punojmë me brendin tonë dhe mos i shohim gjërat si armik përballë nesh kur ne nuk pajtohemi, por të mendojmë të mirën e përgjithshme qoftë edhe në institucionet ku punojmë. Si do të mbahen këto apo sa kohë do të zgjasin këto trajnime në institucione? Ne kemi menduar që të bëhen një ditë pune, sepse është e vështirë që ti sjellësh punonjësit të shtunë të diel ti heqësh nga aktiviteti dhe liria e tyre për të bërë një trajnim. Ne menduam që të bëjmë diçka që t'ia u lehtësoj punën sa më shumë edhe drejtorëve dhe menaxhuesve dhe ta bëjmë trajnimin kur ata të kenë mundësi, dhe kemi menduar që të bëjmë një trajnim 2 orë, jo më shumë. Aq janë të mjaftueshme saqë të mësojmë së gjithë së bashku dhe të praktikojmë live, sepse një pjesë e trajnimeve tonë është interaktiv. Pra nuk jemi aty vetëm për të mësuar të tjerët, por duam që të krijojmë një frym bashkëpunimi dhe të provojmë së bashku këto metoda. Pra të jemi duke praktikuar në ditën kohë që mësojmë. Dhe e rëndësishme është që këto konflikte, pra këtë trajnim nuk vlen vetëm për drejtuesit ose menaxhuesit e një kompanie në për stafin e tyre. Ne këtë trajnim e marrim në punë për shembull, po e aplikojmë dhe në jetën tonë personale. Të menaxhimin e stresit, menaxhimin e ankthit, konfliktet, edhe me familjarët. Është një mësim që do ta mbetet neve për gjithë jetën, sikur që edhe është mësuesi i jetës, thjesht janë gjëra që na mësojnë për jetën tonë. Ajo çfarë edhe është më të themi në favor të gjithëve që tashmë keni filluar edhe faktikisht praktikimin në institucione, faktikisht shërbeni edhe t'u jepni këto lloj trajnime, të cilat edhe do t'i ndihmojnë në punëtorët për me ditë si me punu me vetën e tyre, por natyrisht që këto këshilla që mësohen është si një recept i jetës që pastaj do të na përcjellin në gjithë jetën. Ku munden t'ju gjejnë institucionet që janë në interes edhe të marrin shërbime të tilla? Neve mund të na kontaktojnë direkt, pasi që një pjesë e rëndësishme e mënyrës se si kemi dashur të qasemi këtu është të jemi fleksibël, domethënë jo të kemi vetëm një ambient dhe të zhvillohet gjithçka rreth saj, por të jemi fleksibël që ne të shkojmë aty ku vërtet njerëzit kanë nevojë. Pra që do të thotë që kompanitë, bizneset, qendrat, institucionet neve mundet thjesht të na arrin. Kemi faqen tonë të Instagramit dhe website-in tonë seedlingsofgaia.com. Gjithashtu dhe emaili dhe social media, Instagrami ynë Seedlings of Gaia. Kemi një format në website-in ton ku kompanitë, çdo kush që është interesuar mund të na kontaktojë direkt dhe ju drejtohemi më pas për të bërë një meeting, për të bërë një termin, për të përcaktuar pastaj datat, nevojat, pra dhe trajnimi jon mundohemi që të jemi sa më shumë fleksibël si kanë nevojat vërtet kompanitë, sepse çdo kush ka nevoja të ndryshme. Dhe si mësuesi i jetës, Orheqeje, çfarë do të na mësojë neve sot për jetën e gjithë secilit, edhe pse është individual, ne gjithë secili jemi të veçantë, duke filluar edhe nga shenjat e gishtrime që asnjëri nuk është i njëjtë në jetë, por ajo në përgjithësi që na mëson për jetën, çfarë do të na mësojë, do të na thojë sot si një mesazh për jetën? We want to hear a message on life from you, because everyone's life is unique. Even the fingerprints on everyone's hands are unique, and people are very different. But something that can resonate with us in common, something important for life, something that you'd like to share from your heart as a message. I guess I would go with the reason that we actually chose the Seedlings of Gaia as a name for what we were doing or trying to do. It's not really, like, it's basically going back to the roots of the natural ways that we have.
So that can be applied to everything. Even I struggle a little bit to call us healers, because I feel like it's not really healing when it comes to that. It's just going back to being in tune with nature and the natural ways, the natural frequencies, these kind of things. So to put it simply, I would say that try to resonate with your environment, try to see it as not as a part that is away from you, but something that you belong into, just like we all do. And yeah, try to use that to be more empathetic with each other, with the animals, with the world, as the natural way is supposed to be. Arsyeja pse ne kemi zgjedhur emrin Seedlings of Gaia, filizat e Mëstok, është pikërisht mesazhi që Jorge dëshiron të përcjell, që është të rikthehemi në rrënjët tona, gjëra që i kemi harruar për shkak të industrializimit. Mirë po, siç është frymarrja, që është pjesa më natyrale e jetës, dhe vetëm me frymarrjen ne mund të rregullojmë sistemin tonë nervor. Pra janë disa problematika ose disa koncepte të rikthyerit në mjedisin tonë, dhe jo duke e parë atë si diçka që na bën keq, na bën dëm, po diçka që ne jemi pjesë dhe duhet të përkushtohemi dhe duhet të ndihmojmë jo vetëm njëri tjetrin, edhe mjedisin ku jetojmë, të tregohemi empatik, edhe me natyrën, edhe me kafshët, edhe me të qasurit, më thënë, të kujdesemi për ambientin tonë përbashkët, mos të ndosim, mos të krijojmë më shumë probleme aty ku nuk duhet, të jemi pak më empatik me njëri tjetrin, të mendojmë që qasjen njerëzit e kanë pozitive, pse duhet mendojmë që dikush ka qasje negative. Pra të rikthyerit në habitatin ton njerëzor, pasi kemi harruar shumë vlera humane tonat. Shumë e vërtet, faleminderit shumë që ishit sot me neve. Dhe Stacy, mesazhi yt si mësuese e meditimit, edhe pse për meditimin nuk folëm dhe aq, por besoj që duhet të kemi sërish edhe në emisione tjera, edhe me këshillat e juaja nuk do të na mungoni, tashmë do të shkëmbejmë edhe kontaktet. Përndryshe, si mësuese e meditimit edhe mindfulness, çfarë do të na jepet ti si mesazh? Si mësuese e meditimit dhe mindfulness, unë do thoya që balanca është çelësi i jetës, që do të thotë meditimi neve na sjell të njohim më mirë veten tonë. Mos të tregojmë gishtin tek të tjerët, të shikojmë më shumë anën e të qenurit të qetë brenda vetes, sepse duke filluar nga vetja jote, gjithçka që ekziston në univers, mendoj që e ka fillimin tek brendia jon. Lidhja që ne kemi me çfarëdo lloj besimi që kemi, me çfarëdo lloj gjëje që na aspiron, me pasionet në jetë, pra të gjejmë çfarë është ajo shkëndi që vërtet na inspiron, çfarë është qëllimi për jetën tonë. Dhe kjo mendoj se është vetëm kur ti shkon brenda vetes tënde dhe mundohesh që ta izolosh pak zhurmën, të gjesh atë fuskën tënde të paqes, të qetësisë, dhe prej andej pastaj të ushtrosh, të jetosh dhe të krijosh marrëvajtje me gjithë njerëzit. Atëherë, si ma kërsh, faleminderit shumë që ishe me neve. Faleminderit, është kënaqësi. Jorge Janos, thank you very much that you Thank you for having us. with us.